إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbulltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve ka të bëjë me temën muaji Rexhep dhe veçoritë e tij. Vëllezër të dashur, besimtarët dhe besimtaret gjatë gjithë vitit bëjnë ibadete, adhurojnë Allahun, përveç ibadeteve që janë obligative, ato bëjnë edhe ibadete nafile, pra ibadete vullnetare që të afrohen te Allahu i lartësuar. Sidomos kur është fjala për ibadete, e kujtojnë me mall muajin e Ramazanit. Kush prej neve se kujton krejt? Një mot, sa ka shku, njerë mërzitet shkoj, po hajde, po mirë ishte. Dhe me thonë, një vit ne jemi me të e përmend Ramazanin. Pse? Kënaqësia e ibadeteve. Fulli ke xhamin Taravi, ka punu gjithë ditën, vinë falet e kështu me radhë. Për atë besimtari dhe besimtarja gjithmonë përgatitet, sidomos për ndonjë veçori më e veçanta, tham Ramazani. Po kur afrohet Ramazani, ata përgatiten edhe më shumë dhe është bërë si tradit në mesin e popullit 3 muajt. Unë që një javë 10 ditë, e disa peqe e kom pas, hoxho 3 muajt. Pse këtë 3 muajt? E kujton Ramazanin. Kënaqet se u afru Ramazani, hajde bismillah këto 3 muaj, të bëj hazërlëk që kur t'hin në Ramazan, ma merrem unë me tema, po t'jap full agjerimit, Kur'anit, Teravis, dhe me thonë. Për atë, sot, inshallah do të shohim diçka për këto 3 muajt. Atëherë, nesër, inshallah ta'ala, me namazin e akshamit, është nata e parë e 3 muajve. Kush janë 3 muaj? Është Rexhep, Shaaban, 2 muaj dhe i treti është muaj i Ramazanit, ajo finalja. Ky muaj që do të hyjë nga nesër, muaj Rexhep, nuk ka diçka të veçantë nga tekstet për ta veçuar me diçka. Po nëse ne në këtë muaj agjenojmë pak më shumë, lexojmë pak më shumë Kur'an, me niyet përgatitje, kjo është punë jashtëzakonisht e shpërblir dhe e madhe te Allahu i lartësuar. Ai që e fillon përgatitjen shtash për maratonën e Ramazanit, nuk do të jetë njëjtë si ai që direkt ka hi maraton, ju vetë dini, dhe me thonë dallimin. Mirë po, çka ka veçori ky muaj që na nxit neve, që ti kushtojmë pak më shumë rëndësi përgatitjes, është ajo se ky muaj është nga muajt hurum. Çfarë janë muaj hurum? 4 muaj janë hurum. Është muaj Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram, edhe çki muaj që do të him nesër Rexhep. Allahu për to thot: Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra. Muajt janë 12 Allahu i lartësuar. Fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Te Zoti pikur e ka kriju tokën dhe qiejt, 12 muaj ka pas viti. Minha 4 hurum. Që këto? Pjative 4 janë hurum. E një pjative është muaj Rexhep. Çfarë kanë që këto muajt hurum? Çfarë është e veçanta e tyre që
ja vlen unë të përgatitem pak më shumë për qëllimi Ramazani, është se muajt hurum, që janë këto 4, sevapet e veprave të mira që i bëjmë këki muaj, edhe për të njëjtën vepër, janë më shumë se sa të muajt tjerë. Por edhe mëkatet në këtë muaj janë më të rënda se sa në muajt tjerë. Për atë, le ta shoqërojmë këtë muaj, inshallah me agjerim vullnetar, sa të mundemi, me lexim Kur'ani, me falje nafileve, që inshallah për maratonën e Ramazanit të jemi edhe më të përgatitur. Lutë Allahun xhaleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na pranojë ibadetet, adhurimet, lutjet tona që i bëjmë gjatë gjithë vitit, edhe ato që inshallah do t'i shpeshtojmë në këtë muaj, na mundsoj të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit, shëndoshë e mirë, e të shfrytëzojmë inshallah në maksimum dhe të marrim nga mirësitë e tija të shumta që Allahu do t'ua jep besimtarëve. Amin. Aqulu qouli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.